O vllazni, lena për çështjet fetare njëve hoxhallarëve ndër. Le të mirëmi me secili me çështjet që i ka obligim edhe profesion në veti. E mos të bojnë pike pas këtë xhamat edhe këta njerëz të çush a kena mësime i bon. E të ndihmi krenar, e të jetojmë këto ditë, se kena arsye, sidomos sot, muni krenar, e me festu deri në kup qiellit. Vllazni, çato fyshek zjarret e çato investimet e çato gjonat e panevojshme që i dhes shumë në përdo kremte, në përdo festa, në përdo ngjarje, që nuk na kishin hije fore dhe s'kishin bëj me neve kur gjo, as fetarisht, as kombëtarisht, shumë na ka pos hije sonte, krejt qiellin me kohë. Se kemë arsye. E kemë ditën e Xhumo, e kemë ngjarjen e Isras dhe Mirajit, edhe e kemë çërshin vitor, ditën festën e madhe të 17 shkurtit. Prandaj, kemë arsye më shumë se gjithmonë, sepse edhe në aspektin fetar, Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu, nivelin më të lartë të shpërblimit që e ka pregadit Allahu, e ka pregadit për ata njerëz që dhonë mundin, djersën edhe jetën për duke luftu, duke mbrojt vatanin, duke mbrojt moralin, duke mbrojt familjen, duke mbrojt fejnë e vetë. E breza me ranë, nuk kanë bo asë gjë ma shumë e asë ma pak, se e kanë dhonë jetën, mundin, djersën, duke mbrojt këtë vend, duke mbrojt familjen, duke mbrojt moralin, duke mbrojt fejnë tonë, duke mbrojt kombin tonë, duke mbrojt traditat tona fetare dhe kombëtare. Por kjo mund duhet më na thirr neve se cilin që t'i pasojmë dhe nderin më të madh që mujna me ja u bo sot, që kena obligim me ja u bo, brezave tonë me radhë, që kanë sakrifikuar, kanë dhonë gjithçka për ta, është që amanetin e tyne me pasu, që mbi gjokun dhe mbi mundin e tyne mos me shkel, që mbi shejtnin e mundit edhe djersës edhe gjokut edhe vorrave tyne, asnjëherë mos me lejue me shkel. Mundin e tyne asnjëherë mos me harrue, gjithmonë me e kujtue, se e kena obligim fetar, njerëzor, kombëtar, moral.